Pse vëllezër të nderuar, është kaq e rëndësishme me pas parasysh se pse duhet me dash pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ti nuk mundesh me dash Zotin pa dash pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Nuk mundesh me njoh Zotin pa njoh pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Sepse dikush mund të më thonë, s'ka nevojë mi marr mësimet e pejgamberit, Zotin e besoj çashtu çish di unë. Ja, Zoti nuk besot ti çish di. Zoti na ka dhuruar ti çish ta merr menja. Ka Kur'an, ka Sunet. Për me dash Zotin, për me mbritë Allah xhelel xhelalu, dush me shku sipas mësimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka thot Allah në Kur'an? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Thuaj o Muhammed. Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Nëse ata pretendojnë që e dojnë Allahun azza wa jall, a mjafton vetëm kaq? Jo. S'mjafton. Fattabi'uni. Thuaj të pasojnë ti ja Muhammed. E nëse ti e pason pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atëherë dashuria e Allahut arrin te ti. Atëherë thot Allah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Ti nëse pretendon që don Zotin, dush me pasu pejgamberin alaihi salam, automatikisht dashuria e Allahut kthehet për ti. E pastaj ka plan mëshira e Allahut azza wa jalla dhe falja e Allahut azza wa jalla. Wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim.